Si babaja ashtu dhe e bia, vajza e legjendës Del Piero shënon 2 gola për të rejat e Juventusit. Alessandro Del Piero festoi 51 vjetori në mënyrën më të veçantë dhe sportive të mundshme, duke ndjekur nga tribunat paraqitjen e vajzës së tij, Dorotea Del Piero, me ekipin e vajzave U17 të Juventusit. Ish kapiteni legjendar i zonjës së vjetër u pa mëngjesin e të dielës në fushën Valentino Mazzalo në Trofarello, ku skuadra e vajzave U17 Juventus zhvilloi një miqësore kundër ekipit U15 të Trofarellos. Edhe pse përpiqej të qëndronte i padukshëm me një kapuç, prania e tij nuk kaloi pa u vënë re nga tifozët dhe stafi vendas. Dorotea, e cila mban fanellën me numrin 7, ishte protagonisti absolute e takimit fituar 1-7 nga vajzat bardhezi. Ajo shënoi 2 gola, i pari pas një kombinimi të bukur që u finalizua me një goditje diagonale drejt shtyllës së largët, ndërsa i dyti erdhi pas një gabimi të mbrojtjes kundërshtare që 17 vjeçaria e shfrytëzoi me zgjuarsi. Në fund të ndeshjes, Del Piero përshëndeti tifozët dhe pranoi urimet për ditëlindjen me buzëqeshje, duke bërë që dita e tij të kishte edhe më shumë kuptim fal paraqitjes së shkëlqyer të vajzës.